Nuk ka pasur inxhinier të cilët kanë qenë të palicencuar, nuk kemi pasur inxhinier të licencuar, Bashkia e Elbasanit në përgjithësi merr inxhinier. Në një raport auditimi të vitit 2025, kontrolli i lartë i shtetit ka konsideruar drejt për drejt përgjegjës kryetarin e Bashkisë Elbasanit, Gledian Llatja, për shkelje të rëndësishme në një tender me vlerë mbi 200.000 euro për rikonstruksionin e rrugës 11 Nëntori. Por, për Llatjan, KLSH-ja nuk e ka konsideruar shkelje, por vetëm ka dhënë rekomandime për përmirësimin e mëtejshëm të menaxhimit të tenderave publik në Elbasan. Qëndrimi i Llatjas u shpreh gjatë një interpelance jo transparente, të zhvilluar këtë të enjte 12 shkurt 2026 në Këshillin Bashkiak të Elbasanit. Kryetarja e grupit këshilltar opozitar, Bianca Çopja, kishte përgatitur një set pyetjesh për kryebashkiakun Gledian Llatja, në vijim të problematikave të konstatuara nga KLSH në raportin e auditit financiar dhe të përputhshmërisë në Bashkinë Elbasan, përfunduar në qershor të vitit 2025. Sipas Çopjas, Bashkia e Elbasanit nuk ka mbajtur asnjë përgjegjësi për gjetjet e kontrollit të lartë të shtetit, si edhe Llatja nuk ka ndërmarrë asnjë mas për përmirësimin e situatës. Por, për Llatjan, interpelanca ishte thjesht retorik politike nga ana e opozitës dhe se KLSH-ja thjesht ka dhënë disa sugjerime. Këshilli Bashkiak i Elbasanit vendosi që mbledhjen me interpelancën ta zhvillonte pa praninë e medias dhe publikut dhe nuk e transmetoi në rrjetet sociale. boldnews.al ka siguruar diskutimet gjatë interpelancës, në të cilën konstatohet se kryebashkiaku shmangu përgjigjet për shqetësimet e ngritura. Në raportin e auditimit, KLSH konstatoi se në tenderin për rikonstruksionin e rrugës 11 Nëntori, me fond limit 22 milion lekë të reja, disa inxhinier, pjesë e grupit të punës, nuk janë pajisur me licencën e projektimit. Po ashtu, KLSH-ja thot se projekti është hartuar pa oponencë teknike, duke përbërë risk të shtuar për kryerin e punimeve në mospërputhje me normat ligjore. Për këto problematika, audituesit shtetëror kanë arritur në konkluzionin se ndarkohet me përgjegjësi titulari i autoritetit kontraktor Bashkia Elbasan, zoti Gledian Llatja. Gjatë interpelancës, Llatja deklaroi se në dijenin time nuk ka pasur inxhinier të palicencuar, duke shtuar se Bashkia kontrakton inxhinier nga jashtë për punime të caktuara, pa dhënë shpjegime konkrete. Gledian Llatja u thirr për t'u përgjigjur 13 pyetjeve të përgatitura nga këshilltarja Çopja, por në çdo rast i konsideroi pyetjet të paqarta, ndërsa përgjigjet e tij nuk dhanë asnjë sqarim konkret për gjetjet e KDSH-s.